vendin tonë ka iluzion të dijes. Pra ka njerëz që mendojnë se dinë, por faktikisht janë poshtë dhe prandaj kemi këtë nivel ku ne jemi sot. Titulli ja nën kryesisht në kontekstin politik. Pra, mjafton të jesh në partinë X apo mjafton të kesh para apo edhe të jesh në partinë apo mikun, mund të marrësh çdo lloj titulli që ti ke. Dhe si rasti Monikës ke vjetra mira në Shqipëri. Ne marrim raste politike sepse ata janë, si thua, bëjnë impakt publik, bëjnë e ngjashme është në sistemin në pozicionet dekana rektor. Ne kemi treguar për shembull rektorin e Universitetit të Tiranës, është kopjuar faqe të tëra 100%. Si mund të jetë një rektor një person tjetër? Ku ka bota një standard që të bëjë një rektor, të dalë plagiatura e rektorit dhe rektori jo vetëm të qëndrojë në punë, por nga ana tjetër të merret edhe si ekspert në komisionin nga Ministria për ndërtimin e ligjit. Keni parë ju në botë që Ministri i Arsimit bëj një komision për ndërtimin e ligjit dhe në komision të ketë një ish rektor të dënuar me 3 vite e 6 muaj burg, sikurse është zoti Gjata, rektori i Mixis. Keni parë ju në botë që një profesor dënohet për mashtrim, apo di unë, me çështjen e sterilizimit, me 3 vite e 6 muaj burg, pavarësisht se dënimi është bërë i jepet në gjendje të lirë, dhe e thrasin si ekspert për ndërtuar ligjin e arsimit të lartë. E ku është për morali? Ku është për shtetin në radhë parë? Si nuk është çështje morali? Si mund marrësh një që është i dënuar dhe po kryen dënimin, është ende duke kryer dënimin, ta marrësh për ekspertizë, ndërkohë që Shqipëria ka qindra mira sot të arsimuar. Dhe është ajo pikërisht që unë thash që ky shtet mbron në shtet rrugë. Dhe njerëzit arsimuar i largonin të vonë, sepse janë fytyra së vërtetës, janë fytyra që i sillin shoqërisë zhvillimit, ata nuk e duan që. Dhe politikanët duke veshur të tituj, janë pikërisht politikanë që vinë nga hiçi, sepse një njeri që ka ndërtuar gjëra në jetë, përtepër një politikan, s'ka nevojë të ketë diplomë. Fundja fundit qëllimi i politikanit është të marrë vota. Dhe zakonisht merr njerëzit më të mëndshëm që ta këshillojnë se si të komunikojnë publik. Kurse tek ne, politikani është bërë gjithçka. Është bërë pedagog, është profesor, është bërë opinionist. Përfaqëson gjithë modelin e rrugës së shoqërisë.